Unë sot thras Këshillin Gjyqësor të Kosovës që të ndjek praktikën e Këshillit Prokurorial të Kosovës, por edhe vetë praktikën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Para pak kohësh, unë kam liruar nga detyra një gjyqtare shqiptare, ajo pasi kishte dhënë ndërheqje nga sistemi për arsye personale, një javë pas Këshilli Gjyqësor i Kosovës e kishte dorëzuar kërkesën për lirim nga detyra. Pra, dyert e institucioneve tona janë të hapura për prokurorët gjyqtar serb, por ata të cilët nuk ndikohen nga Serbia dhe nga Vučići. Pra ata që i shërbejnë pra drejtësisë në Republikën e Kosovës. Imagjinoni të nderuar gazetar, në sistemin tonë të drejtësisë të kemi gjyqtar dhe prokuror që i binden urdhrave të një shteti tjetër, në këtë rast të Serbisë. Kush nga partnerët tanë ndërkombëtar, që sot bëjmë presione mbi këta këshilla, kush nga ta do të lejonte që në shtetet e tyre të kishte gjyqtar dhe prokuror që dirigjohen nga një shtet tjetër. Dhe kush nga këta partnerë ndërkombëtar që neve na thrasin gjithnjë për sundim të ligjit dhe për pavarësi të sistemit të drejtësisë, kush nga këta do të kërkonte nga gjyqtar dhe prokuror që janë anëtar të këshillave që të vendoste diçka që është në kundërshtim me legjislacionin në fuqi. Referuar të dhënave që kam në dispozicion, ish gjyqtarët dhe ish prokurorët serb, sikurse dhe stafin mbështetës administrativ, kanë përfituar dhe vazhdojnë të përfitojnë financiarisht nga Serbia. Pjesa dërmuese e tyre kanë pranuar dhe vazhdojnë të pranojnë mjete financiare në forma të ndryshme nga Serbia, që nga viti 2017 e deri më tani. Pra, edhe gjatë kohës sa ata kanë qenë prokurorë dhe gjyqtarë në institucionet e Republikës së Kosovës, pra janë paguar nga Serbia. Lojaliteti dëshmuar për Serbinë është përblyer edhe me mjete financiare, në kohën kur është shkritur që të njëjtit të ushtrojnë mandatin e tyre në dobi të qytetarëve referuar ligjeve dhe interesave të Republikës së Kosovës. Ka shumë raste, disa prej tyre janë edhe publike, ku ish gjyqtarë dhe prokurorë kanë marrë pjesë në takime të ndryshme në Serbi, si dhe në Kosovë, ku janë diskutuar planet dhe janë ndërmarrë veprime për fshirë edhe bllokimin e rrugëve, për të kundërshtuar institucionet e Kosovës në përpjekje për zbatimin e rendit dhe ligjit në gjithë territorin e vendit tonë, pra në dobi të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Për shkak të ndërhyrjeve nga Serbia dhe lojalitetit të dëshmuar, në shumë raste administrimi i drejtësisë ka dështuar në të kaluarën në veri. Prandaj unë nuk e shoh fare si presion, sepse është në detyrën e Kuvendit Kosovës që të angazhohet që ligjet që nxjerren nga ky kuvend të zbatohen dhe po të kishim kuvendin e konstituuar, Komisioni i ligjeve, pra Komisioni për legjislacion, do duhej t'i thriste Këshillin Gjyqësor në raportim. Fatkeqësisht kjo s'ka ndodhur më herët, sepse ju e dini gjyqtarët e prokurorët kanë dhënë ndërheqje para shumë viteve, në 2022-ën. Kjo është dashur të ndodhë më herët, por duket që ka pasur një pajtim që të mos bëhet zhurmë e madhe. Sa kam qenë ministre e drejtësisë, unë kam kërkuar në vazhdimsi nga Këshilli Prokurorial aso kohë dhe Këshilli Gjyqësor që të veprojnë, por fatkeqësisht nuk kanë vepruar. Ajo që kam shqetëson është presioni që mund t'i vije nga partnerët tanë ndërkombëtar. Unë kam pasur takime me partnerët ndërkombëtar, ua kam thënë hapur përgjegjësitë e mia kushtetuese dhe njësoj duhet ta bëjnë edhe anëtarët e Këshillit Prokurorial dhe anëtarët e Këshillit Gjyqësor. Vetëm bazohu në ligj. Situata këtu është e pastër,